Në Komisionin e Ekonomisë, teksa diskutohej projekt ligji për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Ishte deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, i cili kërkoi që në ligjin për kontrollin e pasurisë të futen edhe drejtorët e tatimeve apo të doganave. Po ka deputet që vinë nga zonat rurale. Edhe që ka 1 hektar tokë më atje, duhet i bëj uzmetin asaj gjë, se s'ka krah punë tjetër atje. Që do shkoj do marri punëtore e lejnam. Ja deputeti si Beu që shfrytëzon krahun e punës tash. Nuk shkon tash. Janë ca gjëra që mi dakord, duhen kufizuar ke deputeti edhe duhet kufizuar fort. Por tani që të shkohet në ekstrem nuk ka sens. Për sa kohë që ai deklaron, dhe deklaron edhe të ardhurat, deklaron edhe në momentin që nuk përfiton asgjë nga ai që është interes publik apo që është para publike. Edhe fundit gjë që kam është, shikoni, ne kemi futur këtu disa kategori të cilat nuk janë në ligjin për deklarimin e kontrollin e pasurive. Për shembull, këta tatimeve dhe doganave nuk janë atje. Tani nëse i fusim këtu, detyrimisht duhet i çojmë edhe atje, se nuk bën sens më gjëja. Thash se gjithë turën deputeti, po vazhdo ujku atje që të thanë. Braçe u ndal edhe tek dallimet mes përgjegjësive të deputetëve dhe drejtorëve të institucioneve qeveritare, duke theksuar se një drejtor që ka menaxhuar tendera dhe fonde publike për vite, nuk mund të ketë vetëm një vit kohë të ndaluar për të punësuar në sektorin privat. Ndërkohë, një deputet nuk është njësoj si një drejtor qoftë regulatori, AMF të themi, AK, ku dy unë tjerë mëra që menaxhon interesat të drejtë për drejta, por nuk është gjithashtu as i njëjtë, ta themi me një drejtor të një agjencie ekzekutive qeveritare. Se s'du të përmend emra, se s'du të krijoj konotacione negative, por tani një vit deputeti dhe një vit drejtori që prej 10 vjetësh, 12 vjetësh, ka menaxhuar interesa drejt për drejta, fjala bie, në cilin do sektor, ka menaxhuar tendera e ku di unë etj me radhë nuk shkon. Nuk shkon ndalimi. Po tani ta lësh një drejtor që ka menaxhuar miliona euro, vetëm një vit, pa punësuar në një kompani private në sektorin që ka mbuluar, nuk shkon. Erion Braçe paralajmëroi se kufizimet ndaj deputetëve po bëhen gjithnjë më të shumta, ndërsa drejtues të ekzekutivit mbeten të pambuluar nga kontrollet e plota ligjore.